Pa tjetër që po, unë kam thënë që vlerat e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, të cilat i kam përkrahur gjithmonë dhe prapë do t'i përkrahij, edhe si kryetari i kryeqytetit, edhe si institucion i administratës të kryeqytetit. Pra ne përveç që kemi ndihmuar proceset edhe më parë, i çmojmë, i vlerësojmë edhe duhet me i nalcu përtej partive politike, sepse kjo është çështje kombëtare. Po ashtu, edhe këtë herë do t'jem aty, edhe do t'kemi edhe trafikun urban në shërbim të gjithë qytetarëve pa pagesë, po në atë ditë, pa për me ndihmu këtë protest. Po, aty faktikisht ne kemi ndërmarrë masa, mirë po them prapë duhet me vazhdu punën, edhe aty kemi edhe këto vijat të cilat edhe e sigurojnë kalimin për qytetar, mirë po ju kemi thonë që përveç kalimit ekzistues, ajo është një projekt i moçëm që shihet që qytetarët nuk e përdorin natyrshëm, pra nuk e kanë atë ndjenjën e përdorimit natyrshëm. E kemi projektin të cilin jemi duke i zhvilluar, që një projekt më madhor i cili e zhvillon krejt atë zonë edhe e zgjidh problemin një herë për gjithmonë. Aty duhet me qenë një rreth i madh faktikisht, që i lidh pjesën e Kodrës së Trimave me pjesën poshtë te xhamia Allapit. Njëtën kohë paralelisht e dini që jemi të e kriju edhe mbi kalimin si rezultati procesit të projektit të Tulltorës, ku e kemi fituar edhe çmimin të parë në Evropë, edhe i cili faktikisht tash është duke vazhdu për me u zhvillu. Nuk nëse e keni shikuar kështu detajisht, unë e di që as Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka qenë kundër përkrahjes së asaj rezolute, pra e kanë kërkuar vetëm një pikë shtesë, edhe si rezultat nuk e kanë votuar, pra nuk ka qenë që nuk e kanë përkrahur. Pra jemi në përkrahje të vlerave të ushtrisë qytetare të Kosovës gjithmonë.